Nderuar përfaqësues të mediave, të nderuar qytetarë. Ali Ahmeti po vepron kundër marrëveshjes kornisë të Ohrit. Çfarë nuk po përjetojnë më shqiptarët? Ali Ahmeti po bllokon ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, duke goditur një nga shtyllat themelore të marrëveshjes kornisë të Ohrit. Pse? Për shkak të etjes për pushtet. Udhëheqësia e pareformuar e BDI-s e dëshpëruar që shqiptarët e dërguan në opozitë, tani po ndërmerr veprime që shkojnë drejt për drejt kundër interesave të shqiptarëve. Në reqisë të vogël kanë përgatitur një skenar të rrezikshëm. Duan të krijojnë përshtypjen se të drejtat e shqiptarëve janë të rrezikuara vetëm se BDI nuk është pjesë e qeverisë. Për ta, duket se shqiptarët kanë të drejta vetëm kur ata janë në pushtet dhe kur njerëzit e tyre ulen në kolltuqet e institucioneve. Udhëheqësia e korruptuar e BDI-s nuk mund ta pranojë faktin se shumica e shqiptarëve i dërguan në opozitë. Prandaj, tani kanë vendosur të hakmerrin pikërisht ndaj tyre, duke bllokuar ligjin që synon të garantojë përfundimisht përfaqësimin e drejtë. Nuk u mjaftoi që keq përdorën fondet evropiane dhe që nuk siguruan ujë të pastër për banorët e Zajazit dhe Gostivarit. Nuk u mjaftuan me aferën Soravia në Shkup, me Daka Davidoviqin në Tetov dhe të gjitha marrëveshjet e tyre të tjera të dyshimta. Tani kanë vendosur të përdorin edhe kauzën shqiptare, duke menduar se nëse krijojnë kaos, qytetarët do t'i rikthejnë sërish në pushtet. Por ky skenar nuk kalon më. BDI-ja tashmë është e demaskuar plotësisht. Qytetarët prej kohësh u njohin mënyrën e veprimit. Pas retorikës së tyre patriotike kanë mbetur vetëm tenderistë që luftojnë për poste, privilegje dhe mundësinë për t'i mbushur sërish xhepat e tyre. Shqiptarët u treguan një herë derën e opozitës. Nëse vazhdojnë ta bllokojnë ligjin për përfaqësim të drejtë dhe të veprojnë kundër marrëveshjes kornisë të Ohrit, do të mbeten në opozitë edhe për një kohë shumë të gjatë.